Përshëndetje për shikues të emisionit Zhurma, unë dona u ktheva prapë edhe me një intervistë tjetër. Kësaj radhe jo me këngëtar, por me një koreograf dhe valltar, është ky shqiproni i grupit Mad Links. Shqipron, mirë se erdhe prapë në emisionin Zhurma. Do më faleminderit për ftesën që më keni bë për Zhurmën, emisionin Zhurma. Është hera e dytë që vi prapë në emisionin tuaj. Kësaj herë me një mrekulli. Sa i përket nga ana ime, një videoklip jam i dyti, realizuar prapë këtu në Gjelan. Kjo është edhe arsyeja pse të kemi ftuar. Kush e ka bërë muzikën edhe koreografin e dim që e ke bërë vetë, sigurisht. Kush e ka bërë videoklipin? Videoklipin e ka bërë Big Image, Arbri. E falenderoj shumë për punën e tina, xherimet i ka kryaj edhe montazhin. Ndërsa për muzikën kam bashkëpunuar me kësaj herë me tjetër kon. Është Hekoran Saiti, o vëllordi, një orë si vëllord. Ndërsa kom pas misafir DJ Queen, që është i njohur këtu. DJ Kont për ndryshë. Tash aktualisht, po, që ka ndryshuar. Ndërsa kësaj here kam pas ma pak koreografi, kam pas mundësinë që valltarët të tregojnë aftësitë e tyre, një farë metode pak. Me freestyle. Me freestyle, po, ashtu me freestyle, breakdance, hip-hop, pumping, crump, gjitha llojet e vallëzimit që janë aktuale tash. Sa ju ka marrë kohë përgatitja, xhirimi, krejt këto? Ky projekt ka filluar para 3 muaj e donë. Ka marrë kohë, xherimet kanë marrë 2 javë, është një dallim i madh nga klipi i parë. Është, mund të them, 2 herë më i gjatë se sa i pari. Ka aktivitete shumëta, ka skena shumëta, janë 6 skena. Domethënë 2 javë u kundesh të mi përgatit 6 skena që janë para pa për videoklip. Qa ka ndryshe kë videoklip përveç gjatësisë dhe përgatitjes më shumë? Qa ka ndryshe prej videoklipit kalum që keni boju si Mad Links? Klipi i parë është titulluar Mad Links Dance Battle. Ka qenë një garë mes 2 grupesh. Aktualisht domethënë nga valltarët e mi aty. Ndërsa ky videoklip thirrë Dream Dance, ëndra e vallëzimit. Ka të bëjë me nxënësat e mi, domethënë që e kam ndërlidhur pjesën e parë të klipit parë, mund të them një intro, që i kam shti edhe talentat e ri, që kalon me një ëndër që zgjona une, shkoj duke punuar në studio. I gjej valltarët mi, ka action, ka tona edhe tematika kryesore është ëndra edhe një dashurie ndaj meje si koreograf me një nxënësën timin aty që është pak më e talentuar. Okej, do me thonë ka një ndryshim i madh. Është tepër videoklip, mund të them të nivelit botror. Kemi skenën përfundimtare që është xhiruar në shi. Kena pasën edhe zero fiksat, të angazhum që na ta krijojnë ende shi ma shumë më bo sa ma interesant. Mund të krahasohet me filmat e që janë aktuale në përbot. Shqipran, pse zakonisht çdo vit e bën ka një videoklip? Pse nuk po bëni edhe ma tepër ose a keni koncerte ku e shfaqni veten ose a merrni pjesë në përgara? Tash tutje mund të them, mund ta cekë se nga fundi muajit do ta filloj, do ta hapi shkollën e vallëzimit në Tetov. Jam i ftuar në Maqedoni ta krijojmë edhe në shtetin Maqedon grupi Mad Links, siç është këtu në Gjelan. Por fatkeqësisht mund të them se angazhimi në Kosovë, në për qytete tjera është minimale, sa i përket këtij lloji vallëzimit. Atje do të filloj, do të vazhdoj prapë edhe këtu natyrisht pa ndal. Videoklipi i dytë është realizuar për shkak mungesave që ka pas videoklipi i parë. Ndërsa në këtë videoklip e kam një fjali të shkruar i bie minuta e fundit, që cekën del ndërkohë, videoklip që shkruan We Never Give Up. Domethënë në kurs dorëzomi. Ndoshta e kam cekë edhe përpara dhe e kam si ide që do ta realizoj edhe në finale, ama ajo do të përbëhet nga mund të them 50 deri 100 valltar. Do t'je spektakli i krejt qësoj gjarës. Zbesoj ma që do të bëjmë videoklipe, si lojt, ndoshta inspirona në ide, por që ky videoklip qatë që më ka kushtu kohë dhe mundi për kushtim që e kom problem të krejoj edhe një videoklip të këti nivelit, se nuk kam mangësi nga ana ime, natyrisht e vlerësojnë publike, e vlerësojnë mediat, e vlerësojnë krejt njerëzit që pëlqejnë vallëzimin, por unë jem përkushtuar shumë këtë videoklip. Kom nxjerr ato që kom pa të mundur, si nga ana ime si dhe nga valltarët e grupit Mad Links Hip-Hop Dance Studio. Në rregull, Shqipran, faleminderit shumë për intervistën. Shpresojmë që për një me nuk keni mu dorëzuar asnjëherë, edhe suksese më të jashtme edhe në Tetov tash.
Po faleminderit shumë e donë për ftesën edhe njerë, përshëndetje për televizionin Ziko, gjithmonë na je për kraje neve, edhe pse jemi lokalista, nuk do me thonë gjë, jeni aktiv në gjdo festival, gjdo garë, jeni të interesuar në fakt, të ndihmojnë trive, të shkojnë për para, gjithashtu edhe une, do të bashkëpunojmë prapë, faleminderit. Faleminderit. Ishte kjo intervista me shqiptarin nga grupi Mad Links, lidhje me videoklipin e tyre të ri, ndërsa ju mbeteni në përshëndetje nga unë. Ciao, shihemi rreth të tjera.